Eci Matej është vënë në kontroll zjarri masiv që përfshiu fshatin Trajgjas falë ndërhyrjes së skuadrave të emergjencës civile të Bashkisë së Vlorës. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ishte në mbrëmjen e së shtunës në fshatin Trajgjas për të ndjekur nga afër situatën e krijuar nga zjarri, i cili është cilësuar i qëllimshëm. U vënë në kontroll falë ndërhyrjes së skuadrave të emergjencës civile të Bashkisë së Vlorë. Dhatra zjarri u regjistruan jo vetëm në territorin e Bashkisë së Vlorë, por edhe në atë të Selenicës. Ministri i Mbrojtjes njoftoi se situata mbetet nën kontroll, ndërsa forcat zjarfikëse janë në gatishmëri të plotë për të parandaluar riaktivizimin e flakëve për shkak të erës së fortë. Ndjekim deklaratën e ministrit Vëngu. Mbasi zjarfikësit e Vlorës janë njoftuar për një zjarrvënie që padyshim rrethanat tregojnë që është e qëllimshme. Të gjitha skuadrat e emergjencave civile të Vlorës së Bashkisë, por edhe të Pashalimanit janë angazhuar me njëherë. Duhet të falenderoj këtu të gjithë skuadrën e emergjencave civile zjarfikëse të Bashkisë së Vlorë, të cilët të gjithë ditës në mënyrë të përsëritur janë përgjigjur të gjitha emergjencave të kësaj natyre që kemi patur një ditë me erë të tepërt dhe kanë realizuar shuarje në kohë rekord qoftë në Bashkinë Selenicë, qoftë edhe në Bashkinë e Vlorës. Fatmirësisht një front zjarri i cili duke sikur po rrezikonte disa banesa është parandaluar në kohë nga zjarfikësit dhe jemi besoj në rrethana tashmë më të qeta, pavarësisht se skuadrat do vazhdojnë të angazhuara